Tani, familja Qeliku po nxjerr artistë të suksesshëm, ndoshta sonte ekskluzivisht për ndjekësit e mi, për ato të cilët nuk e din origjinën tuaj, nuk e din familjen tuaj. Ju jeni vllau i moderatores njohur nga Maqedonia, Aida Ziberit. Po, Po nga që Qeliku nga babi dhe po, shumë po. pak e njohin me Aida Po, Qelikun. mbiemrin e kemi si, jo si, po e kam do me thënë prej ardhën pe ku jemi, fshati quhet Qelik, është pjesë e Gjilanit, Kosovës, Nice. edhe e kam trashëgimu do me thënë mbiemrin nga fshati prej ku edhe rrjedhim ne. A për ndryshe, po Aidën motër e kam edhe kemi një lidhshmëri shumë të ngushtë, jemi shumë të afërt me Aidën edhe shihemi thujse çdo ditë. Do me thënë e kam si person më të afërt. Tani, vllau për motrën shkatron botën apo Po, është vetëm një fjalë? patjetër, e vërtet është. E vërtet. Po, po. Çfarë ke mësuar nga rrugtimi i Aidës, çfarë ka mësuar Aida nga rrugtimi jot? Sepse arti u lidhe në mes, Po, që të dyve. po, po. Ë, po, është një, s'dia mund të them tash profesion apo jo, po është një hobi që ka shumë ngjashmëri, do me thonë puna e Aidës që e bën edhe puna ime, edhe qysh edhe fillimet e para kur i kemi pas edhe Aida edhe unë, kemi fillu bashk. Aida në atë periudhë ka fillu te televizioni Toska, unë atë periudhë bësha muzikë shumë, do me thënë edhe jashtë Shkupit, Tetov, Gostivarën, Strug, edhe kemi pas mbështetjen e njëri tjetrit gjatë gjithë kohës. Do me thënë unë e kam mbështet gjithmonë si moderatore, në fillimet e karrierës së saj, edhe ajo thujse çdo herë kur kom qenë prezent në për klube të ndryshme, në Maqedoni ajo ka qenë me mua bashkë. Është mbështetja jote më e Po, madhe, suportuesja, po, ta quajmë. po.